Astaghfirullah. Në qoftë se po, atër myshde se kërkim falja të është pranuar. Këtë përgëzim dhe këtë myshde na jep Hasan el-Basriu, ky njeri i dijshëm dhe i urtë, i cili vjen me një kuptim shumë të thellë. Thot Hasan el-Basriu, nuk mendoj se Allahu subhanahu wa ta'ala e dënon dikënd i cili thot astaghfirullah. Dikush i cili kërkon falje Allahu subhanahu wa ta'ala me zemër të përulur, me mendje të kthjellë. I than e nga po vjen të ky përfundim o Hasan el-Basri. Tha duke i pyetur të praneshmit, kush e ka frymzuar robin t'i kërkoj falje Zotit? I than Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra kush e ka mbush zemrën me iman që ta besoj krijuesin? Kush e ka mbush zemrën me madhështinë Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i kërkoj falje atij? Kush e ka mundsu ta kuptoj shëmtinë e gjunahit? Allahu subhanahu wa ta'ala. Kush e ka mundsu ta kuptoj madhështinë e faljes? Kush pastaj ja ka lëvizur zemrën, mendjen dhe gjuhën që t'i kërkoj falje Zotit? I than Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë tha, si ka mundësi që Allahu subhanahu wa ta'ala ta orientoj, ta drejtoj, ta frymëzoj, t'ja mundësoj dikuj t'i kërkoj falje atij e pastaj Allahu të mos e fal. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ja mundëson t'i kërkoj falje dikujt të cilin nuk don ta fal Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj nëse Allahu xhalla shanuhu na ka mundësu t'i kërkojmë falje atij, e kjo kërkim falje vjen me keqardhjen e madhe, dhe duke madhru Allahun subhanahu wa ta'ala dhe duke dit peshen dhe duke dit vlerën dhe rëndësinë e faljes, atër përgzim dhe letjet istikfari shoqëruesi i jon i këtyre ditëve të mëdha të muajit të faljes. E Allahu subhanahu wa ta'ala sikur e kurorëzon këtë kuptim në ajetin kuranor ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Allahu subhanahu wa ta'ala asesi nuk i dënon ata derisa ata i kërkojnë falje Allahut, pra derisa ata bëjnë istikfar krijuesit e tyre.